Natyrisht që asnjëra nga këto nuk pengon një pjesë të madhe të punës që bëjmë, po të gjitha këto bashkë ndihmojnë për t'i dhënë më shumë hapësirë dhe më shumë energji pozitive punës së deputetëve, të cilët duhet në ndërkohë të mos e ndërpresin përkundrazi ta artikulojnë ende më mirë punën që filloi shumë mirë pas zgjedhjeve në territor. Ribraktisja e territorit si zakonisht në të shkuarën nuk duhet dhe nuk do të mund të jetë një opsion për këtë grup parlamentar. Natyrisht që për sa i përket kësaj do të flasim më konkretisht në Asamblenë e ardhshme kombëtare së shpejti, por dua ta theksoj këtë pasi besoj që 83 mandatet e kërkojnë këtë me një ngulm të panjohur më parë. 83 mandatet imponojnë shumë gjëra për këtë forcë politike, duke filluar nga detyrimi që fundin e 2007-s ne të dalim përpara atyre që na i dhanë 83 mandatet dhe të tjerëve që nuk na votuan dhe t'ju themi që ne e bëm atë për cilën ju kërkuam votën. I mbyllëm negociatat me Bashkimin Evropian. I mbaruam detyrat tona. Pastaj detyra tjetër është sigurisht pjesa e këmbguljes politike me të gjithë kryeqytetet e Europës, me të gjithë parlamentet, me të gjitha qeveritë që të bëjnë ratifikimet për të anëtarësuar Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Këto ishin ato që unë doja të ndaj me ju në hapje për mos bërë një fjalim të gjatë dhe do t'ju lutesha shumë që nga kryetarët e komisioneve dhe pastaj të tjerët që ky takim të mos jetë as pak formal dhe nga ana tjetër të gjithë të tjerët janë të ftuar dhe të lutur që të marrin pjesë në diskutime për çfarë do qoftë që nuk u tha apo për çfarë që duan të nënvizojnë. Sigurisht duke pasur një parasysh që jemi shumë këtu për të marrë shumë kohë. Unë përpoqja ta jap shumë personal duke bërë një fjalim më të shkurtër se sa zakonisht. Faleminderit.